Ky është momenti kur Bertil Aliaj që vrau kushëririn e tij arrestohet nga forcat e policisë, pasi vendodhja u zbulua me dron. Pas 5 orësh në arrati uniformat blu prangosën 32 vjeçarin, si autorin e vrasjes së Dalan Aliajt, 36 vjeç. Ngjarja ndodhur mbrëmjen e të shtunës në fshatin Gjorum të Vlorës. Bertil Aliaj qelloi për vdekje pranë banesës së tij djalin e Xhaxhait për motive ende të paqarta. Pas krimit, ai u largua drejt zonës malore të Gjorumit, ku u kap disa orë më vonë. E vrava për arsye të fortë që s'mund ta them, i kisha thënë disa herë se duhet reagonte. Ndoshta në një moment tjetër do flas për arsyen, por ende nuk jam gati. Kështu është shprehur në dëshminë e parë në polici autori i krimit të rënd. Gjatë operacionit policia sekuestroi edhe armën, një pistolet së bashku me 10 fishek. 32 vjeçari rezulton me precedent penal dhe ishte shpallur në kërkim për masakrën e Çoles në vitin 2015, ku u vran 3 të rinj brenda një kazinoje. Ngjarje për të cilën ndaj tij ishte dhënë nga gjykata dënimi me 35 vjet burg. Banorët e fshatit Gjorum, ku u ekzekutua 36 vjeçari, thonë se nuk e din arsyen që e çoi autorin të kryente vrasjen, ndërsa shprehen të tronditur për ngjarjen. Po dihet arsyeja, nuk dihen ato, e dihet vetë. Kemi fshatari, kemi njerëzitan, nuk dim të këtë pat konflikt. Ishëm djemë të xhallarësh, që e momentit, gjë ashtu. Se si ka qenë problemi, nuk dim gjë. Viktima Dalan Aliaj, banues në Levan të Fierit, ishte pronari një servisi automjetesh. Ai u qellua me 6 plumba, ndërsa ishin familjarët ata që e gjetën trupin e pajet pranë banesës së djalit të Xhaxhait, ku ai kishte shkuar për vizitë mbrëmjen e të shtunës.